Një garanti nga Washingtoni erdhi të njëjtën për sigurinë e Kosovës. Ju po shkoni shumë mirë dhe kur nuk shkoni mirë, më telefononi mua dhe zgjidhem. Kështu deklarua presidenti i SBA-s në bordin e paqes, teksa po fliste për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E jo vetëm këtu, presidenti Osmani u pate komunikonte edhe prej së afërmi me të parin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklarata e Trump po shihet si një mbështetje për sigurinë e Kosovës. Mesazhi është i qartë që Kosova vazhdon ta ketë përkrahjen e Washingtonit në raport me armikun e saj kryesor, siç është Serbia, një vend i cili në mënyrë të vazhdueshme ka ndjekur akte subversive ndaj stabilitetit të brendshëm të Kosovës, nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe është një sinjal pozitiv sepse i krijon mundësi të jashtëzakonshme Kosovës që të ketë çështje të drejtë për drejtë në shtëpinë e parë duke shmangur procedurat dhe kanale tjera diplomatike. Madje analisti politik Afrim Kasolli e quan të rëndësishme pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes. Nga prizmi i interesave shtetërore, unë shoh të rëndësishme faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta konsiderojnë ta trajtojnë Kosovën si një partner të rëndësishëm në iniciativat e tyre diplomatike për misionet e paqes, kudo që të jetë nevoja në vendet e ndryshme të botës. Në takimin e anëtarëve të bordit të paqes, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, kërkoi ndihmë nga presidenti amerikan që të shtyhet diçka para për ish-krerët e UÇK-s që gjenden në Hag. Për këtë çështje, me Trump ka biseduar edhe presidentja Osmani, donse nuk ka dhënë detaje. Por a mund Trump që të ndikojë në vendimin e gjyqtarëve në Hag? Gjyqësori, çfarë do që t'jetë, çfarë do natyre, qoftë Kosovë, qoftë nuk, është i parapo me ligj me konventat ndërkombëtar, është organ i pavarur për të vendosur konform provave. Megjithatë, po zhveshi petkun e avokaturës, unë besoj që natyrisht se kondik. Po, mund që një presion edhe pavarësisht a ki postin e presidentit shtetit, apo tash këtë rast përqyjmë president superfuqisë botërore, do me thonë ndikime në gjyqësi ose në institucione tjera. Është njëkohësisht dhe një kryerje veprës penale që është ushtrimi ndikimit. Udhëheqësit botëror të më shumë se 40 vendeve të njëjtën mbajtën takimin inaugurues të bordit të paqes të presidentit amerikan, i cili synon mbështetjen e procesit të demilitarizimit dhe rindërtimit të Gazës.